Të nderuar miq, do të flasim për situatën më të fundit në Kosovë, një ngjarje kriminale, një krim në familje, por edhe situatën politike. Të dyja këto çështje do t'i trajtojmë me gazetarin, me kolegun Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Faton, do ta nisim me ngjarjen e rënd që ju e keni komentuar, jeni informuar për të, keni informacion për atë që po ndodh, që ka ndodhur atje, por edhe për hetimet, për ngjarjen shumë të rëndë ku një grua shtatzën 26 vjeçe ka ndruar jetë, është vrarë, ndyshimet janë se është bashorti i saj, pra që e ka qelluar dhe më pas ka tentuar t'i jap fund të jetës, por ndodhen gjendje të rëndë. Sipas informacioneve të para një gjysore që kam parë, në mos ka ndodhur diçka tjetër. Por konkretisht çfarë dihet përtek kësaj, këtij njoftimi i policie në kuadrin e dyshimeve? Çfarë misteri ka pas ta ngjarje që na rikthen ndoshta atë që ndodhi me Liridona Ademaj, por edhe ngjarje tjera të rënda? Po, mbrëmje rreth orës 23 pranë në Malishev ka ndodhur një vrasje brenda familjes ku burri tashmë sipas prokurorisë është i dyshuar kryesor për vrasjen e ish gruas së tij. Diku rreth orës 23 fillimisht policia kur kanë shkuar kanë gjetur tashmë vajzën me lëndime shumë të rënda, me kanë dërguar në qendrën e klinikës universitare në Prishtinë ku rreth orës 1:30 pas mesnate vetëm se ka ndruar jetë. Varrimi i secilës do të bëhet sot, pra deri në orën 18 në lagjin e saj në Foneq, për shkak se mbiemri i saj i punërisë ka qenë Foneqi. Po, Foneqi. Derisa tashmë ish bashorti i saj pasi e ka vrarë, pasi e ka qelluar gruan, ka tentuar t'i marrë fund edhe jetës tij me një plumb kuk, mirë, por nuk deri në këto momente ai është gjallë, edhe pse duke mbajtur me aspirator dhe me ndihmën e pajisjeve mjekësore, pra është në jetë, mirë, po në një gjendje edhe ai shumë të rrallë. Dhe kështu që sipas informacioneve, personi tashmë i dyshuar ka qëndruar për 4 vite në Gjermani, derisa vitin e fundit, edhe sipas familjarëve. Pra, familjarët kanë deklaruar, pra sipas informacioneve që ne kemi, kanë deklaruar në polici që vitin e fundit tashmë djali i tyre ka shfaqur disa shenja jo të mirë të shëndetit mendor, dhe ai që një muj kishte ardhur në Kosovë, ku familja pra kanë pranuar se mes tyre ka pas mosmarrveshje, mirë, po fatkeqësisht siç është mentalitetet e ne nuk ose këto raste i raportojmë, thjesht i mbajmë brenda familjes, edhe pastaj ndodhin. Më është kjo edhe një mënyrë ndoshta për ta larguar nga përgjegjësia, se kemi parë edhe rastin e Naim Burseli që edhe ai atëherë gjithsesi, po çdo që të jetë personi fjalë është shumë vështirë me mbietu për shkak se plagët vërtet janë shumë të rënda, edhe është shumë e vështirë gjithsesi mund të jetë edhe kjo, por këtë i kanë thënë edhe njerëz që i kanë njohur, pra çiftin që kanë pas probleme sidomos vitin e fundit, edhe ngjarja pra ka ndodhur. Por për më tepër duhet t'jap edhe një informacion që arma me cilën ka ndodhur krimi ka qenë e babait tashmë të djalit, i cili ka pranuar para policisë se arma ka qenë e tij me leje, ka thënë. Gjithsesi kjo nuk e zhvesh nga përgjegjësia se nuk ka arritur kujdeset për armën cilën e ketë, dhe besoj që prokuroria do t'i shqiptojë dënim edhe për babait tashmë të djalit, se për shkak se me armën cilët është vrarë tashmë vajza, dhe familjarët e vajzës kanë thënë pra edhe për media që ka qenë babaj tashmë djalit që ka njoftuar familjen e tyre për ato që ka ndodhur, dhe ata më njëherë kanë shkuar në qendrën klinikë universitare ku vajza pas 2 orë gjysmë pasi është qelluar ka ndruar jetë. Është folur edhe për pista tjera, xhelozia, po shikoja në disa. Po xhelozia është një prej motiveve, pro dyshohet që është një prej motiveve kryesore në qeft, por ende nuk dihet. Pra këto janë vetëm disa supozime në bazë të ngjarjes që ka ndodhur, në bazë të ngjarjeve të ngjashme që ka ndodhur, pra ku kryesisht ka qenë motivi xhelozia dhe motivet, nuk themi motive ekonomike, për shkak se nuk është se çifti ka pas gjendje shumë të rëndë ekonomike, këta kanë jetuar jashtë dhe kanë pas një gjendje vërtet stabile, po themi, mesatare ekonomike, pra si pistë përjashtuar, kështu që xhelozia duket që është si pista vetme dhe kryesore e kësaj tragjedie. Po sipas
informacioneve nga policia, ka pasur precedent denoncime për dhunë familje, a urdhër mbrojtje, pra Jo. probleme, jo. Deri më tani jo, nuk është se kam vënë ndonjë informacion, pavarësisht kërkesave që kemi bërë, nuk është se kam vënë policia, por nuk rezulton të ketë qenë i përfshirë ndonjëherë, mbas se më vonë do t'japin ndonjë deklaratë, mirë po deri në këtë moment nuk është se kam vënë diçka të tillë. E ndjera ishte në javën e 34 të shtatzanisë. Po, të shtatzanisë. Ka ndëruar jetë në spital apo në shtëpi? Po në spital, që në klinikën universitare në Prishtinë, pra ka ndëruar vajza jetë, pra ka qenë muajin e 34 siç e thotë jetë të shtatzanisë, dhe po priste një bebe të cilën fatkeqësisht ose e cila fatkeqësisht nuk mund ta shijë jetën për shkak se tashmë babaj që do duhet të ishte mbrojtësi i saj më i mirë, ja mori jetën nënës dhe bashkë me atë edhe frutin e dashurisë tyre. Ka pasur prononcime të familjes saj në media? Po ka pas, ata kanë deklaruar lojmin e kanë marrë pra nga familjarët, nga babai respektivisht djalit, i cili me ne ka njoftu familjen, në cilët pastaj janë njoftu njëri me tjetrin, dhe ata pra kanë qenë të rezervuar për më tepër për ditë, për shkaqe të tjera, nuk është se kanë deklaruar për shkak se dhimbje se kanë, edhe po përgatiten për ceremoninë martore, ku vajza do të varroset sot në ora 18 në lagjen Foniç, nga dhe ku vente. Faton, e diçka për këtë çështje, kjo meriton për të trajtuar me një psikolog më shumë, por duke qenë se ju keni trajtuar mjaft çështje të tilla, 1 ose 2 vjet po bëhen si të zakonshme këto, pse këto krime kaq të rënda? Janë komplekse këto çështja, por i ka të bëjë me mentalitetin e shqiptarëve, që dominimi, tendenca për dominuar gruan në çfarë do forme, në çfarë do mënyre, dhe pamundësia për të pranuar që një lidhje nuk shkon dhe për t'i dhënë fund është njëri prej shkaqeve kryesore. Pastaj është temperamenti që ne si shqiptarë kemi, pra që aty për aty dëshirojmë të zgjidhim çështjet pa e lënë gjërat që të ftohen dhe pa i menduar me kokë fort. Tjetër është edhe mentaliteti brenda familjes që nuk e kanë trajtuar këtë rast edhe pak më gjatë. Basta për denoncuar në policinë ndonjëherë ku kanë pasur, sigurisht mund duhet të ketë pas vonë përderisa ka ardhur deri këtu, se nuk besoj që mund të ketë qenë rasti i parë që mund të pësonte me fatalitet. Kjo pra se janë një çështje komplekse ku janë të gërshetuar shumë elemente të ndryshme, por këto çështje besoj që janë një ndër kryesorët, pra dinisur dhe bazuar nga ngjarjet e tjera që cilat kanë ndodhur pak a shumë të gjashme, pra ajo ego maskullore shqiptare për dominuar mbi gruan, dhe si thua meshkuj shqiptar e ndjen veten të nënvlerësuar nëse një grua në një raport, qoftë martesor, qoftë apo jo martesor, pra shfaq pak kënaqësi ose dëshirë për të ndarë, dhe se shfaq tendenca që partneri i saj të ndryshojë etj. Këto janë ka të bëj pak edhe me traditën shqiptare dhe me mentalitetin ballkanik që kemi ne, ku shumicën e ngjarjeve e problemeve zgjedhim që t'i zgjidhim në mënyrë më të keqe të mundshme. Për këtë ngjarje, ai që mund ta thotë vërtetën, të paktën versionin e tij është vetëm bashort nëse do arrijë të mbijetojë, ose në të kundërt, ndoshta e vërteta s'do merret vesh asnjëherë. Sigurisht. Faton, për të kaluar te aspekti politik asaj që po ndodh në Kosovë, për te këtyre ngjarjeve të rënda, sigurisht edhe situata politike ka ndikimet e saj, një krizë e tej zgjatur, por mendoni që do ketë një fund të lumtur së shpejti, pra do kemi presidentin e ri? Ju në postimet tuaja në rrjetet sociale, unë ju gjek vazhdimisht, edhe jeni kthyer në një pikë referimi, por kur do ta kemi emrin e ri? Mbetet për të parë është zotri Kurti të kujtojnë që kjo çështje nuk është kaq e kollajshme, sepse kemi një politikan që si Albin Kurti që nuk tërhiqet. Pra, është një për të çuar vendin disa herë zgjedhje, mirë po nuk heq dorë kollaj nga qëndrimet e tij. Pra, zotri Kurti ka një synim dhe një qëllim në vetvete. Synimi i tij është për të arritur atë 60% që ka synuar gjithmonë. Tjetra është për t'i dhënë Lidhjes Demokratike të Kosovës një grosh shumë të fortë dhe opozitës bashkë me të. Pra është interesuar për ta ndërtuar një karrierë për një kohë gjatë. Për këtë po e shihni çfarë po bën në opozitën.
i ka fut lojë dhe e ka humb topin. Opozita nuk po di çfarë bëj. Pra, sot e bëj një gjë tjetër, pas një kohë një gjë krejt ndryshme. Pra, është një opozitë që nuk po di çfarë po bën. Dhe këtë zotri Kurti dëshiron. Pra, për ta vënë para qytetarëve një opozitë e cila nuk është në gjendje me e sfidu zotrin Kurti. Prandaj zotri Kurti po bën këtë lojë. Kujtojmë fillimisht që në korrik të këtij viti, pra, ka pas në parem një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, bashkë me zotin Avdixhiku dhe me zotin Osmani, mirë po ka ndryshuar situata, ku zoti Kurti e pa që Lidhja Demokratike e Kosovës ishte interesuar në një farë mënyrë për të bërë pjesë të qeverisë, çfarë bëri? Tha, jo, këto ministri këto jo, këtë ministri jo, dhe Lidhja Demokratike u detyroi të tërhiqet, sepse i kishte lënë vetëm 3 ministri që secila ministri e ka rolin e vet, mirë po jo që kryesore, pra ata zë ministrinë e jashtme ose tjetër, pra nuk ja kishte lënë. Njëherë kishte thënë që do ta merrte poshtë në kryetar të kuvendit, njëherë jo, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës tha që në rregull, ne po heqemi do fare nga çdo opozitë, po qëndrojmë në opozitë, po ta votojmë presidentin, vazhdo. Çfarë bëri zotri Kurti? Pra ndryshoi strategji. Jo, tha, për ta zgjedhur presidentin ne duhet pa takomi prapë, sepse duhet një president konsensual. Avdixhiku është gjithmonë i gatshëm për takime. Po, sepse nuk është politikan, nuk ka qenë asnjëherë, pra nuk është burr politikan. Dhe e di shumë mirë që shkuarja në zgjedhje do të ishte fatale për të, sepse janë spoku 2 degë të mëdha, dega e Prishtinës edhe dega e Pejës, të cilat në informacionet që ne kemi që i ka dhe zoti Avdixhiku, do ta sabotojnë LDK-n. Pra, zoti Avdixhiku e di shumë mirë që do të ketë një rënje shumë të madhe në rast se shkon zgjedhje. Dhe nuk mund ka mas dy vetëm për qëndruar në krye të partisë. E vetmja mundësi për të qëndruar në pushtet është që të formoni institucionet dhe në këtë mënyrë, edhe nëse bëhet, po edhe nëse s'bëhet pjesë e saj, të ketë pastaj mundësi për të marrë me njerëz të vet brenda partisë. Pra, në këtë kohë po e kërkon, nuk e ka hallin e zotit Kurti, e ka hallin e vet. Mirë po zoti Kurti e di këtë gjë. Dhe gabimi trashanik i Lidhjes Demokratike të Kosovës është që e sfidon zotin Avdixhikun pikërisht në momentin kur ishte negociata me vetëvendosje. Dhe zotri Kurti atëherë e mori statën dorë. Nëse do të kishte një rezultat tjetër dhe Lidhja Demokratike do të shfaqej e bashkuar, unë jam i sigurt se zotri Kurti do ta ndryshonte strategjinë. Por zotri Kurti ndryshon strategjinë, mirë po asnjëherë qëllimin. Qëllimi i tij vetë për ta dëmtuar opozitën dhe thjesht për ta zvarritur këtë proces. Sepse ai dëshiron gjithmonë ka synuar Republikën e Tretë zoti Kurti. Pra, ëndra e tij është një Republikë e Tretë për ta përmbysur këtë sistem. Dhe për më tepër për ta përmbysur edhe kushtetutën. Nëse vendi shkohet pas 4 tetorit, kur i mbaron ushtruesi i detyrës presidentit Albulin Haxhiu mandatit dhe kushtetuta nuk ka më një interpretim se çfarë do të bëhet pas, zotri Kurti është interesuar që në mënyrë që thotë pastaj do ta ndryshojmë edhe kushtetutën se nuk mund të bëjmë. Pra, qëllimi i tij është për ta përmbysur këtë sistem. Opozita nuk është e ka kuptuar asnjëherë strategjinë e zotit Kurti. Ata gjithmonë kanë rënë lajtike. Ja çfarë bëhet ai? Zoti Haradinaj thotë që Hashim Thaçi duhet bëhet president. I shihni çfarë ignorancë politike. Pra, një njeri që ka 20 vjet në politik, çfarë deklarata bën që do t'i bën të një fëmijë 5 vjeç do të ishte çesharake. Sepse kjo nuk mundu, nuk ka as shans teorike. Edhe hipotetikisht, nëse zoti Thaçi nëse del nga burgu, hipotetikisht lirohet, ai prapë do të qëndrojë në burg se ka një proces tjetër. Ka procesin për pengim drejtësisë. Për më tepër që këtu janë thjesht manovra të një opozite të dëshpëruar që nuk di çfarë po bën. Pra, në vend që të mirën me çështje thelbësore dhe për ta vënë zotrin Kurti bashkarisht pas murit politikisht, këta merren me këtë lëra dhe zotit Kurti i leverdis. Thotë qytetarëve, shihni me çfarë njerëz kam të bëj. Ai ka thënë me këta njerëz nuk mund të merrem vesh. Shihni çfarë njerëz janë. Pra, nuk e kanë idenë as çfarë bëj. Këta njerëz i leverdisën zotit Kurti, mirë po nuk i leverdisë shoqërisë. Shoqërisë shqiptare të Kosovës i leverdisë një opozitë e fortë, e cila i bën kashillak të fortë zotit Kurti, e cila ka ide, e cila ka qëndrim, edhe ka vizjon. Këta nuk i kanë asnjëri. Dhe zoti Kurti prandaj fiton zgjedhjet do të fitojë derisa kjo opozitë. Po si është fundi i kësaj që është nisur tani? Sa herë që shkon zgjedhje komi fituaj, nëse shkuat këto zgjedhje prapë komo rrit, bëna më. Ai komo rrit zoti Kurti. Këta kanë më rënë. Kjo është e sigurt kjo punë. Po zoti Kurti e di këtë. Dhe ai është një psikolog, e kanë nuhot si shkon trendi politik. Prandaj është nuk është. Prandaj nuk i ngutet kjo punë zotit Kurti. Nuk po i ngutet se ai presidenti mund ta bëjnë brenda ditës. Se opozita lëdja këja vetëm sa u dorëzoi. Mirë po zoti Kurti pra po lën me 2 alternativa. Njëra alternative ka Lidhjen Demokratike për të thënë e është në koalicion.
Momentin nëse LDK-ja do të pranoj me kushtet që zoti Kurti ja imponon, unë kam thënë me mbani mend para zgjedhjeve që zoti Kurti do t'ja bëjë një ofertë shumë turp LDK-s që mos ta pranoj dhe për ta fajsuar pastaj. Pikërisht këtë po e bën. Pra, po ofron një ofertë që mos ta pranoj dhe shkuar në zgjedhje do të thotë ja ne ofruam s'kem çfarë bëj. Nëse LDK-ja do ta pranoj, që është opsioni i parë për zotin Kurti, zoti Kurti do të thotë në rregull, po ne kemi kandidati presidenti duhet të jetë tash i yni. Pra presidenti duhet të jetë Glauco Njumse, ka thënë kështu tekstualisht takimin e poshtë zotit. Prandaj shkuan në zgjedhje. Po, nëse bie kjo pistë dhe LDK-ja qëndron versionit të saj që ne do të qëndrojmë në opozitë, po do t'i japi numrat për president, zoti Kurti atë do ta zgjedhë një president. Është interesuar për ta zgjedhë një president konseil, mirë po një president i cili është prap vetëm që nuk është antar i vendosur, mirë po që i vërtetë atij, që nuk ka asnjë mbështetje politike, që zoti Kurti do të jetë i dëgjuar i tij siç është Bajram Beka, pas një background, pas një mbështetje. Pra, një Bajram Beka 2 do të ishte për zotin Kurtin i Leverdesov. Që ta ketë në kontroll sa doj. Me Luli ne kemi qelluar, po të shohim me Bekajn tani. Po, me Luli është. Si Luli asnjë nuk do të arrijë të bëhet kryeminist. Është shumë e sigurt. Faton, a mund ta kuptoj gjithë situatë 16 shtatori? Jo, absolutisht jo, asgjë nuk ndryshon. Po edhe nëse rikthehet zotri Thaçi, edhe të gjithë bashkë, prap nuk e mundi zotin Kurti. Sepse të kujtojmë që ju bën 6 vjet. Gjeneratat e tëra kanë ndryshuar, ka gjenerata të reja, 19-20 vjet që nuk e njohin zotin Thaçi mbase. Nuk kanë as lidhje, mbase mund ta njohin si emrin, por nuk kanë lidhshmëri emocionale me të. Pas me të kaluar. Besoj do ta ngrinte më shumë se sa e ka ndërkuar. Do ta ngriste vërtetë. E ngrit për të këtë. Mirë po jo nuk e përmbyt zotin Kurti, absolutisht. Kujtojmë që zoti Kurti ka fituar kur kanë qenë këta në pushtet. Pra, ka qenë zoti Thaçi president. Presidenti vetë konsumon. Ka fituar. Pra, zoti Kurti për më tepër që 6 vite, si zoti Rama, qëndrimi në pushtet jep avantazhet veta sepse krijon infrastrukturën me njerëz. Zoti Kurti ka infrastrukturë, ka një për më tepër që këta që nëse do të rikthen prap zoti Kurti do t'ja përmend korrupsionin, hajnin, do t'ju thotë, dhe ka ndjeshmë, e ka elektoratin e vet zoti Kurti. Që nuk është i bëjnë asgjë. Asgjë nuk e ndryshon skenën politike në Kosovë, pavarësisht se këta po të trumbetojnë. Për më tepër që ne kemi disa informacione që mbase në një debat tjetër do t'i themi që shumë vështirë që të rikthehen, kemi informacione. Ju keni folur edhe për një vendimin që është marrë. Vendimi tashmë është marrë, mirë po do ta diskutojmë, besoj para se të jetë 16 shtator do ta diskutojmë. Po bazoni, te cilat indicie bazoni për këtë vendim? Informacione sekrete, të cilat nuk mund t'i them publikisht, po që vinë që ata tashmë e kanë të shkruar, atë është të shkruar tashmë si do të. Kjo është në mirë të Kosovës apo në për më tepër që kjo gjykatë. Vetëm një gjë po them. Është shumë vështirë me i liru këta. Janë diku 700-800 milion buxhet që janë shpenzuar. Pra, që duhen justifikuar. Për t'ia mjete, për t'ia shtuar gjithë ato mjete, për më tepër, për t'i dhënë një dozë rehabilitimi Serbisë. Unë kam drojen edhe informacionin që këta do dënohen. Informacionin edhe drojen e kam që do dënohen. Edhe sepse njerëz e keni qartë për të katë. Është shumë interesant. Kur ju thonë njerëzve kështu mendojnë që ti e dëshiron. Ata nuk po flasin për dëshirë. Nuk e kuptojnë që ne jopmi si gazetar, ana tjetër njerëzore është diçka tjetër. Për në raportin me Serbinë, unë asnjë shqiptar nuk du dënohet asnjë ditë. E lëra më për më tepër. Mirë po, është shumë vështirë që të lërohen. Unë besoj për më tepër zotri Thaçi që ka edhe një proces tjetër. Rast tjetër për pengim drejtësisë ku aty do të shpallet fajtor gjithsesi se njëri prej tyre që ka qenë e ka pranuar vetë fajsinë dhe e ka përfunduar dënimin, kështu që ata i kanë ingjizimet, i kanë gjithë. Pra zotri Thaçi ka qenë shumë i pakujdesshëm kur do të kujtojmë një gjë tjetër, nuk i dia të kujtohet që në shtator të vitit kaluar, zotri Thaçi ja kanë konfiskuar kompjuterin brenda qendrës paraburgimit. A e dini këtë? Ja kanë konfiskuar kompjuterin. Edhe aty kanë gjetur disa mesazhe që ai i kishte shkruar etj. Kështu që kanë informacione këta. Për më tepër zotri Thaçi do t'ja rëndoj shumë pozitën gjykimi, pengimi i drejtësisë. Do të jetë
Ka dhe nga ata që mendojnë Faton që do shpallët i pafajshëm për akuzën e parë për krimet, lufte, edhe tek e dyta mund të dënohet për pagim drejtësisë për aq kohë sa 6 vite, pra që do përkojnë me paraburgimin që ka bërë. Edhe mund të lirohet. Jo, absolutisht, nuk e besoj këtë. Do të ishte mirë kështu, po nuk e besoj. Ju pse nuk e besoni, po atë që thot Nasim Haradinaj që nëse do dënohet thashë dhe të tjerë do digjet Kosova. E keni parë besoj. Nasimi mundet me koll vetë shpinën e vet. Asgjë s'mundet me bëj tjetër. Nuk kollët Kosova, mo ka mbaruaj ajo kur Kosova kollët. Për çfarë kollët Kosova? Zoti thonë që me vetë dëshirë ka shku, me vetë dëshirë ka pranuar këtë gjykatë. Edhe ka thënë që ata që nuk e pranojnë këtë gjykatë janë kundër shtetit Kosovës. Pra, nëse ne themi vetë shtet juridik, mbi cilat jemi ndërtuar si shtet demokratik, çfarë mesazhi po japim votës? Çfarë mesazhi po çojmë te miqton? Çfarë mesazhi po çojmë te shtetet që pritin për ta njohur Kosovën? Çfarë mesazhi japim te investitorët e huaj, që këtu nuk mundin të investojnë sepse nesër më çohet dikush dhe ta ka vendin. Për çfarë ta ka vendin? Nëse ata besojnë te drejtësia, le të thënë, drejtësisë ndor. Pra, zoti thotë që ka thënë ne besojmë drejtësisë. Do ne po shkojmë dorësohemi te drejtësia, nuk kemi frikë. Atë për çfarë? Për çfarë nuk e kuptoj? Kjo thjesht është besoj një deklaratë për qendrëvëmendjes, por keni të bindur që pavarësisht se si do të shkojë kjo punë, askush nuk do të ka asgjë, maksimumi dikush mundet me kanë ndonjë petarde, ndonjë fishek zjarre, dikush nga gëzimi, dikush nga idhrimi, mund ta ka dikush shpinën e vet nëse do, mirë po Kosova ka marrë me 1999 kur kollët Kosova. Paton lutem dhe diçka, se ju thatë bazuar te informacionet që keni. Këto informacione nuk besoj keni vetëm për Thaçin, po edhe për të tjerët, sepse ata nuk kanë njëjtën përgjegjësi, pra në informacionet tuaja dënimi është për të katërt apo për të katërt. Pra dënimi do të jetë për të katërt sepse të kujtojmë që këta janë akuzuar si grup. Pra pavarësisht rolit të secilit brenda grupit, mirë po, nëse një rastje për të katërt. Kujtojmë që dy janë pikat kryesore me të cilat ta akuzojnë. Pra krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Për krime lufte dënimi është diku 25 vjet. Për krime lufte. Për krime kundër njerëzimit diku deri në burgim përjashtë që mund të shkojë dënimi. Pra, shpresohet dhe besoj që kjo pika kundër krimet kundër njerëzimit të bien. Pra, sepse ndërsa pika për krime lufte pastaj roli secilit do të jetë mirë, po dënimi këtu mund të jetë shumë i vogël, sa në rast se sa për krime kundër njerëzimit. Mbetet pra për të parë se prokuroria cila pika i ka rrëzuar. Unë besoj që disa pika i ka rrëzuar prokuroria, kam rrëzuar që disa i ka rrëzuar, nuk ose i ka aprovuar, mirë po një pjesë e tyre janë aprovuar. Pra, sepse mos harrojmë që 70% e dëshmitarëve, në rastin ndaj zotit Thaçi dhe të tjerëve, janë të fshehur. Dhe pjesa e tyre dërmuesi supozon të jenë shqiptar. Pra shqiptar, cilët e kanë përjetuar sipas tyre dhunën ose akuzat me cilat e ngarkojnë katërshën e madhe që quajnë. Pra, me pak fjalën 70% të dëshmitarëve janë të fshehur. Dhe ato janë pikat kryesore me cilat do të mbështetet prokuroria. Do të mbështetet prokuroria. Ne urojmë më të mirën për Kosovën tonë dhe për patjetër urojmë më të mirën. Unë të falenderoj shumë. Patjetër urojmë që të kthehen, pse jo, se kushdo që e ka kop pushkën për Serbinë, kundër Serbisë, ka rrezikuar dhe jetën, kjo tashmë dihet, mirë po të kujtojmë që edhe brenda luftës, secili edhe një gjë duhet të thënë, pavarësisht se kush do dënohet, edhe urojmë që të lirohen, po në rastin e tjetër, një gjë duhet me di që lufta shërimtare, lufta që kjo asnjëherë nuk preket. Ajo është e shenjtë dhe si e tillë do të mbeti gjithmonë. Të falenderoj shumë Faton. Faleminderit juve.